Në vitin 98 kam qenë e sapo diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Menaxhiment dhe Informatik në atë kohë dhe kam fillu në fabrikën elektromotori në Gjakov, të jem një praktikante, ku kum punu për 10 muaj aty, dhe në muajin e 10 ndodhi edhe trazirat edhe ajo ofensiva e luftës në Kosovë, ku ndërprej gjithçka. Në vitin 99, menherë pas luftës, kemi pas një iniciativë nga Reinvesti në atë kohë, profesor Muhamet Mustafa, ku kemi marrë pjesë me një shkollë verore dhe aty ka lind nevoja dhe domosdoshmëria e krijimit të shoqatave të biznesit, ku për ne në atë kohë kanë qenë shumë panjohura, se si funksionojnë apo si ndërtohen këto shoqata. Prej vitit 99 kam qenë edhe themeluese dhe iniciatore e themelimit të shoqatës së grave afariste. Kjo ka qenë vitin 99, kur e kemi regjistruar si OJQ, si organizatë, dhe kemi filluar në atë kohë me shumë projekte të ndryshme, sidomos në arenën e biznesit, duke ju përkushtu grave dhe trajnimeve dhe formave të tjera mbështetëse për gratë. Në vitin 2005, faktikisht në 2004 është themelu shoqata për punusve drurit. Në 2005 unë kum apliku edhe si drejtuese e kësaj shoqate, dhe për fat të mirë jam pranu në atë kohë si drejtoresh në konkursin e hapur si që kanë planifikuar dhe ka qenë në atë kohë. Dhe prej vitit 2005 unë vazhdoj të jem drejtuese. Motivi është se kur punon me një organizat biznesi apo një shoqat biznesi, gjithmonë je në kërkim dhe në hulumtim të aktiviteteve të reja. Sfidat më të mëdha fillimisht kanë qenë kryesisht aspekti gjinor, ndoshta në kohën kur unë kum apliku dhe kum pretendu të jem një drejtoreshe një shoqate, duke njoftë mentalitetin mendësinë e Kosovës në atë kohë, mirë po fatmirësisht në momentin kur jam pranu si drejtoresh, ka qenë edhe ai motivi im kryesor që t'ja arri, të bëja që secili nga ata që kishin besimin për mu që t'jem një drejtuese një organizatës, mos t'i zhgënjejmë, por t'tregoj më shumë se sa që ata presin. Se tash u bo 21 vite që une udhëheqi këtë shoqatë. Në përgjithësi, organizatat e biznesit, sidomos klasteret e biznesit në mbar Evropën, në shumicën e rasteve dominon gjinia grua, e cila është ajo udhëheqja edhe kreativja në punën me këto organizata. Edhe të na, nuk jam rastin ndoshta i vetëm, po ka organizatat biznesi që udhëheqen nga gratë. Dhe për mu nuk ka qenë ndonjë vështirësi apo pengesë, për shkak se jam pranu si e tillë, kum vazhdu që ta shtrij autoritetin tam, të tregoj kompetencat e mia tek kjo industri, dhe nuk ka qenë ndonjë problem apo sfidë që unë e kum hasë si grua. Po gjithmonë ekzistojnë ato mendimet ndoshta të rezervuara se pse u zgjodh një grua apo të ndryshme në këtë aspekt, mirë po si që potencova me kompetencën tënde arrin që të mbizotrosh edhe të tregosh vlerat tuaja. Gjithmonë kur është angazhimi i madh i gruas, arrin edhe aty ku do. Shoqata ka pas një rol të madh, sepse organizatat e biznesit, si klasteri i drurit, roli kryesor është shtytja e kësaj industrie. Gjithmonë ne duhet jemi para industrisë edhe ndërtimit politikave. Ato fillimet e eksportit kanë qenë pikërisht prej aktiviteteve të implementuara nga organizata jonë. Dhe kjo ka qenë ajo fillesa edhe si nevojë domosdoshmëri në atë kohë e shoqatës edhe në përgjithësi e sektorit drurit, tu pas parasysh deficitin e madh tregtar që ne prej kohësh e kemi edhe vazhdojmë ta kemi, midis importit dhe eksport. Ka fillu mirë, po ende jemi në kërkim të mobilizimit edhe të përfshirjes më të madhe të grave në këtë sektor, sepse aktualisht në sektor kemi diku 30 deri në 32% të grave të përfshira në sektor. Mirë po, pretendimi jonë është që numri grave mund të përfshihet edhe të rritet deri në 60% apo 70%. Rritje dhe zhvillim, që fillimisht nuk ka pas, kur kemi fillu si shoqat rrallë herë shikoshim të punësuara gra në për sektor, sidomos te
të prodhimi kauçave, karrikave apo të ngjashme ku merrshin pjesë me çepje tekstil dhe këtë pjesë që industria ka, ndërsa tek pjesa tjetër dominoi gjinia mashkullore. Sot domethënë nuk ka kompani që shkojmë edhe nuk e kemi atë pjesëmarrjen e grave, qoftë në fabrikë, në marketing, administrata apo pozicione tjera.